duke se kanë krijuar atë që quhet atakim i embrionit të shoqërisë, pra flasim familjes. Gjë që forcat konservatore, njerëzit që janë shumë besimtar, flasin katolik, protestant, popullsia e vjetër, ajo që ka qenë interesante, sidomos, ka qenë fakti që si në Poloni, si në Çekisë së fundmi, këta persona ose kandidatë që kanë fituar, siç është Andrej Babiš ose Navrocki në Poloni, janë të forcave radikale, janë të djathtë, populist, ekstremist në familje, por në ata njerëz që kanë votuar për ta, në mënyrë kontradiktore kanë qenë kryesisht leftistët, pra të majtët radikal. Duke si që ta shumë pa, duke di që ata si s'kan për ta në pushtet, si ata që mund të quhen si fashist, ultra radikal të djathtë, si ata që mund të quhen komunist, ultra radikal të majt, ata di që nuk do të vinë kur në pushtet, nuk kanë për ta fituar një majoritet. Kjo është e qartë sot. Nuk ka njeri që do ta kthejë Çekinë në Republikën Socialiste Çekoslovake. Edhe në këtë prizëm, ata kanë arritur që të shikojnë tek ky kandidat diçka që është më mirë të kesh një populist të djathtë që ka një besim, ka një suport të gjerë popullor, është një figurë e dashur, ai është miliarder, njeri i suksesshëm, ka arritur të çojë gjithçka nga zero personalisht, ka arritur të mbijetojë krizën së 2008-s, krizën së 2014-s, krizën së 2020-2021 pas Covidit, pas aksioneve ruse ka arritur të mbajë ta shtoj biznesin e tij, jo të rënojë shumë biznese, pra është njeri i suksesshëm. Njeri që njerëzit do shikojnë diçka te ky person. Sepse si çdo evropian i dorë, si edhe neve, është një person që ka nisur nga zero, apo jo? Qartë. Pra është historia se cili prej nesh, që nuk ishte asgjë sot, ju jeni gazetar, unë jam student, ai është miliarder, secili ka një perspektivë që ka filluar njësoj si ky person. Pra njerëzit gjejnë vetveten, njësoj me Navrocki, njësoj me Viktor Orbanin e të tjerë. Dhe kjo fitore, duke se ka sjell edhe bashkimin e forcave radikale, të majta të djathta së bashku, të cilat kanë parë që ky person ka një potencial, njerëzit e besojnë. Dhe fitoria e tij duket se është bazuar në programin për demilitarizimin e Çekisë, ekonomisë çeke. Krijën e benefiteve ekonomike për ukrainasit dhe Ukrainën. Ai ka thënë që çekët do janë të parët, pra e para do jetë Çekia, pastaj vendet e tjera. Por ajo që e ka bërë më shumë të fitojë edhe të pranohet në pak fjalë në heshtje për Bashkimin Evropian, është fakti që Babiš është pro-evropian dhe është pro-NATO. Ai nuk është kundër këtyre. Ai është pak a shumë një model i Viktor Orbanit ose i Karol Navrocki në Poloni, Viktor Orbani në Hungari, i cili ose Robert Fico në Slovaki, të cilët janë pro-evropian, janë pro-NATO-s, por sovranist. Ata besojnë që Bashkimi Evropian duhet të jetë një lloj kryesisht unioni ekonomik me tregje të hapura dhe i lëvizjes së lirë, sesa një union politik. Pra nuk duhet të ketë lidhje me ndryrën e punës të brendshme, në politikën e jashtme. Nëse një vend zhvillohet, atë Bashkimi Evropian duhet të jetë krenar për këtë vend që po zhvillohet, jo të kërkojë që ta barazojë zhvillimin me gjithë vendet e tjera. Kjo është ajo që bën diferencën midis tyre. Po pas këtyre zgjedhjeve, për ta përmbyllur, ajo që ka bërë përshtypje është që së fundmi gjithë vendet e Vishegradit, Polonia, Çekia, Slovakia, Hungaria, mund të fusim edhe Kroacinë, me presidentin kroat aktualisht, janë të udhëhequra nga qeveri populiste, nacionaliste, të krahut të djathtë, po të heqim Slovakinë. Slovakia është leftiste, Robert Fico i përket Partisë Socialiste, por ai e quan që është një socializëm i fshatit, ose një socializëm slovak. Pra është socializëm i tipit kundër emigrantëve, bazuar në vlera familjare, sigurisht ata kanë platformë sociale, më leftiste. Qartë. Po shumë mund të quhet si nacional socialiste. Qartë. Për të shkuar, se ka pas edhe një fitore tjetër, po themi, të forcave konservatore në Japoninë e largët, dhe kjo, kush e ka ndjekur politikën e Japonisë me partinë që është anti-turizëm, nuk është dhe aq e çuditshme, sepse ka muaj që po rritet. Megjithatë, ja vlen që të ndalemi pak edhe tek Japonia. Atëherë, këtë fundjavë ka qenë dhe fitoria e superfuqisë së tretë më të madhe ekonomike, ushtarake, por edhe me shumë impakt
në skenën e politike botërore, që është Japonia, Sanae Takaichi, politikane e ekstremit të djathtë, pjesëtare e Partisë Liberal-Demokratike të Japonisë, partisë aktualisht në pushtet, ka fituar zgjedhjet e brendshme të partisë, duke bërë histori për të bërë ndoshta këtë javë ose brenda këtyre 2 javëve, ajo duhet të formohet kabinetin e saj kryeministror, si kryeministre e parë femër në historinë e Japonisë, duke fituar me 31.07%. Një fitore historike pasi askush më parë nuk arritu të fitojë brenda 2 etapave të zgjedhjeve një përqindje të tillë. Duke marrë parasysh që ajo është e vetmja femër, pasi Japonia është një shoqëri kryesisht patriarkale. Dhe femrat janë shumë të rralla në anën politike, administratës dhe sidomos instancave të larta dhe më të larta shtetërore, flasim si presidenciale, kryeministrore, ambasadore dhe të tjerë. Në zonja Takaichi është një politikan ekstremit të djathtë, ultranacionaliste, antare e një grupi lobimi ultranacionalist japonez. Është e njohur për retorikën e saj të ashpër kundër emigrantëve dhe sidomos për atë që quhet rishikimi i historisë, pasi shumë aspekte të konfliktualitetit të Japonisë midis vendeve të Azisë oqeanike ose linjës së largët sot aziatike, vjen nga fakti që Japonia nuk pranon shumë nga krimet e luftës që janë bërë gjatë luftës së dytë botërore, nuk pranon asnjë lloj reparacioni që të kryej. Dhe sidomos zonja Takaichi gjatë një interviste para një muaji, diçka e tillë, kur u pyet mbi krimet japoneze në Manchuri, ku humbën jetën mbi 200-300 njerëz dhe mbi 40.000-30.000 njerëz u bën pjesë eksperimenteve njerëzore të kabinetit 731 ose kampi 731, famkeqësit më të Auschwitzit të Azisë që quhet. Ajo përgjigj thjesht që ata na goditën dhe ne goditëm sërish një mbrapsht. Si goditëm, ajo është diskutim tjetër, por ne thjesht u kundërpërgjigjëm. Pra nëse popullsia goditi me gur, ata goditën me topa. Qartë. Në një farë mënyre, kjo është logjika që ajo promovon. Ndërsa një nga pikat kryesore që ajo ka kërkuar është heqja e artikullit nr. 7 të Kushtetutës së Japonisë moderne të pasurinë së dytë botërore, e cila e ndalon Japoninë të përfshirë në çdo lloj konflikti jashtë territorit japonez. Pra ajo kërkon që Japonia të ketë të drejtën edhe për të sulmuar, edhe për të dislokuar trupa, edhe për të përdorur forcën nëse do duhet, për të mbrojtur interesat e Japonisë. Kjo është një lëvizje shumë e ashpër, me thënë që ka ndjesur debat të madh publik në Japoni, njëkohësisht është edhe politika e saj e brendshme, pavarësisht se ajo është grua. Zonja Takaichi ka promovuar politika shumë të ashpra konservatore, pra në martesë femrat duhet të mbajnë vetëm emrin e burrit, divorci të vështirësohet, aborti gjithashtu të bëhet me raste specifike, të promovohen vlerat patriarkale tradicionale, pra politika që bien shumë ndesh me faktin që ajo është grua, edhe feministe. Pavarësisht se grupet feministe në Japoni janë të kënaqura që është e para grua që fiton, fitoria qëndron kryesisht mund të themi në faktin që vetëm figura e saj femërore. Qartë. Por gjithçka tjetër e saj është më radikale se sa ta kishte një mashkull, le ta quajmë kështu. Bukur, mjaft interesante. Dhe njëkohësisht ajo ka pasur atë që quhet edhe një kontradikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi ajo kërkon rishikimin e çdo traktati, çdo marrëveshje të bërë së fundit me administratën e presidentit Trump, në kuadër që marrëveshja jo vetëm të jetë benefite për Amerikën, por të kthehet edhe benefite për Japoninë vetë. Punën e tarifave, siç jemi gjithë të dini që Trumpi ja ka vënë pothuajse çdo vendi edhe aleat ose jo aleat. Njëkohësisht, ajo që quhet si neo-imperializëm, edhe që lidhet me artikullin nr. 7, ka qenë fakti që zonja Takaichi ka kërkuar lidhjen e një aleancë ushtarake me Korenë e Jugut dhe Tajvanin kryesisht, të dyja ish teritoret të perandërisë japoneze që u pushtuan gjatë shekullit të 19 prej Japonisë. Dhe ajo që do të bënte dallimin do të ishte fakti i dislokimit të trupave japoneze në këto vende. Për herë të parë që nga luftimi botëror, Japonia do të dislokonte trupa në Taiwan edhe në Korenë e Jugut.
gjë që pritet të shkaktojë një reagim shumë tashpër të Koresë së Veriut edhe Kinës, po njëkohësisht edhe një reagim publik, ku në Taiwan edhe në Korenë e Jugut ka filluar shqetësime që ky dislokim do të jetë në kuadër partneriteti, do të jetë me një afatgjatësi të madhe në kohë, pra 1 muaj, 3 muaj, 6 muaj, do të jetë për një stërvitje, a do të jenë amerikanët pasi është edhe ideja që japonezët mund të zvendësojnë amerikanët në Korenë e Jugut, pra si do të pritet ky zhvillim, ose nëse do të aplikohet, do duhet të pritet për 2 javë në vijim, ku do të shikohet edhe formimi i kabinetit të saj qeveritar. Por është për të theksuar që sidomos kundër emigrantëve, për vlera tradicionale dhe për militarizmin japonez, ajo paraqet krahun më radikal të mundshëm. Madje ajo është vizitore shpesht, një prej faltore më të mëdha japoneze për herojnë të luftës, ose i quhen herojt e rënë gjatë luftave për Japoninë. Dhe një nga kërkesat e saj të para është fakti që kjo do të bëhet rutinë për çdo shkollë, për çdo student që ta jetë krenar për ta ushtar të rënë për Japoninë. Shumica prej tyre sigurisht që kanë rënë për të mbrojtur Japoninë. Por mos harrojmë që në shumë prej faltoreve japoneze që nderojnë ushtarët e rënë, janë dhe ata që kanë bërë dhe krime lufte. Qartë. Ja do të botrojë të tjerë, që Japonia nuk i pranon. Dhe sidomos zonja Takaichi nuk i pranon dhe kërkon që fjala krim lufte ose incidente të zvendësohet totalisht, ose të zhduket totalisht prej librave japonez, prej shkollave japoneze të tjera. Pasi siç e thashë më parë, ajo thotë Japonia s'ka bërë asgjë, thjesht u kundërpërgjigj në mënyrë të ashpër, jo të ashpër, është çështje për të diskutuar kundër atyre që e rrezikuan në një farë mënyrë. Duhet të kthehemi prapë në Evropë, sepse në Gjeorgji në fakt janë rindezur protestat e opozitës përpara zgjedhjeve lokale, teksa qeveria akuzon Bashkimin Evropian si iniciues dhe financues të protestave. Çfarë po kërkon realisht populli i Gjeorgjisë? Atë do të theksojmë se ky nuk është populli i Gjeorgjisë, është një pjesë e lëvizjeve rinore opozitare në Gjeorgji. Gjeorgjia aktualisht ka zgjedhjet rajonale të bashkive. Dhe komunave, rajoneve, oblast e të tjerë që ata e kanë në formimin e shtetit. Të oblasteve, po. Opozita ka dalë sërish në rrugë duke kërkuar largimin e qeverisë, ardhjen e vëzhguesve evropian për të monitoruar zgjedhjet. Dhe një nga dekreta më të forta ka qenë për grupeve radikale opozitare, ka qenë bllokimi dhe marrja me forcë e ministrive dhe godinave presidenciale. Do ta sqarojmë që këto janë grupe radikale pro-evropiane, janë grupe radikale neoliberale, janë grupe radikale neomarxiste, studentore, pra flasim njerëz që ne mund të quajmë open-minded, por më shumë nga ç'duhet, përveçse janë student. Përveçse janë student, rini ose intelektual pro-evropian. Le të themi që Gjeorgjia është nga shoqëritë më konservatore të Evropës. Me mbi 50% të shoqërisë akoma të një puritaniteti sovjetik, flasim viktorian, për shumë aspekte, duke filluar nga marrëdhënie seksuale, nga familja, nga vlerat, nga besimet të tjera. Kjo është diçka që nuk mund të mos vërehet në Gjeorgji. Akuza më fort ka qenë për 2 persona. Kryesisht ka qenë për një shtetas i cili gjeorgjian, i vënë listën e zezë të Gjeorgjisë funi. Ata nuk e kanë dhënë emrin e tij, po kanë vënë inicialet e sigurimisht të Gjeorgjisë. Për tentativë transporti armësh prej Ukrainës në Gjeorgji dhe organizimin e një puçi shteti të armatosur në datën 4 tetor. Puçi është ndaluar, shërbimi sekret gjeorgjian dhe garda kombëtare gjeorgjiane ka ndërhyrë. Personi në fjalë është në Arati, nuk dihet, thonë që ka vajtë në Ukrainë, ka kaluar në Turqi, nuk është diçka e njohur. Njëkohësisht shumë aktivistë, rreth 9 ose 11, dhe mbi 100-200 janë vënë në monitorim
19 janë arrestuar për tentativë puçi shteti. Dhe një nga organizatorët kryesor ose përmbusësi kryesor ka qenë ambasada e Bashkimit Evropian në Gjeorgji, e cila ka ndihmuar me promocion politik, mediatik, njëkohësisht edhe me ato që quhet lobbying ose finansim i këtyre grupeve, gjë që është ndaluar me ligjin gjeorgjian të lobbyingut.